Qytetarët Firak kanë dalë për të dytën ditë radhazi në protestën lokale kundër projektit të Zvërnecit, e cila në media ndërkombëtare po njihet si revolucioni i flamingove. Dhjetra qytetarë, të pajisur me pankarta dhe me thirrje kundër kryeministrit Edi Rama, kanë kërkuar që Shqipëria të shpëtojë nga kthetrat e grabitësve. Protestuesit e mbledhur në sheshin qendror të qytetit, gjatë fjalimeve të tyre, kanë kërkuar një demokraci normale për të gjithë qytetarët, një shtet ku qytetarët të kenë të drejtë të kërkojnë llogari kur preken prona, ligji, mjedisi dhe pasuritë publike. Ndërkohë, për aktivistin Elis Baba, edhe Darëzeza do të shndrohet në një bregdet të pasanikëve, pasi është pjesë e të njëjtit master plan. Sipas tij, Fierakët duhet të protestojnë sot më fuqishëm se kurrë. Sepse Darëzeza është një natyrë jo ndërprerë nga narta. Është i njëjti bregdet, i njëjta tipologji e natyrës dhe për fat keq është pjesë e njëjtit master plan që kanë këta oligarkët për ta coptuar. Dhe unë kam parë disa projekte që me siguri një nga ato do fitoj, dhe të gjitha ato kanë si plan coptimin dhe shfrytëzimin masiv për oligarkët, që do të thotë ajo zonë mbrojtur zhduket. Në Nart do ndërtohen vila për pasanikët, edhe objekte deri në 4 kate, dhe do jetë vetëm një zonë elitare ku ne qytetarët e ndershëm të këtij vendi vetëm do ta nuhasim nga larg, kur do na japin një kafe këta pasanikë mund të shkojmë. Dhe në zonën e Darëzezës, si po e përmendim, është prap pjesë në zgjedhjet e kaluara, Xenoklosi me Belindën dhe nuk e di kush tjetër ishin në Fier, prezantuan projektin. Është e njëjta gjë. Aty do jetë zona rekreative sepse ka një fushë shtrirje më të madhe dhe aty mund krijohen kampet e golfit, gjë që s'mund bëhet në Nart. Kështu që ta pasanik do frehen, do jetojnë në Nart, do i hipin skafit apo jahtit dhe do vendojnë golf dhe të hanë peshk në Darëzezë. Dhe kur duan edhe pak histori nga bota e shqiptarëve, do shkon dhe ke muzeu themi në Sazan, ku do bëjnë lojra të çuditshme atje, apo siç kanë bërë në ishujt e pasanikëve që ne dim. Kjo nuk është kauza jonë, kjo është kauza e qytetarëve, pavarësisht se ka zëra që duan ta deformojnë kauzën. Kauza e vërtet duket është në sheshin e Tiranës, është në sheshin e çdo qyteti ku ka shqiptar, dhe shumë mirë ju po shikoni që erdhën në sheshit e tërë botës sot, dhe shqiptarët janë bërë sot tema kryesore botërore. Pra, ju si shqiptar, si media, duhet ju buçasi dhe juve zëmra, jo vetëm neve, që më në fund shqiptarët përmenden në planet për qytetari. Dhe kjo duhet jetë ajo që duhet të transmetoni dhe jo ta fshini, dhe të jepni kësaj zë, sepse ka shpresë edhe për ju që t'jeni të lirë si media, mos t'jeni të kapur. Apo të radhë se vendosin njerëzit, dhe njerëzit, qytetarët i kanë shprehur kërkesat, pa dorëheqje nuk vazhdohet. Ajo është pika 1 dhe mbas asaj vazhdohet me të tërë pikat e tjera. Tubimi ka vijuar më pas në rrugët e qytetit, ku protestuesit u kanë bërë thirrje të gjithë qytetarëve të bashkohen kësaj kauze, e cila për herë të parë po i vendos qytetarët në qendër të vëmendjes së mediave botërore për qytetarinë dhe angazhimin e tyre publik. Të siguruar të ardhme familjes dhe vetës, por jo, të ardhme ajo dhe ashtë tu, ne duhet të punojmë, të erdhim djersën tonë për të bërë ka duhet të temi mirë më njërë,